që nëse ti ndjek pasionin, nuk të sillte ardhura financiare, si bëhet me këtë? Si mund të Ajo zgjedhje personale pastaj. Po, ajo zgjedhje personale pastaj. Varet çfarë kërkon njeriu nga vetja. Në këtë rast, dikush kërkon të pastroj kuletën, dikush kërkon të pastroj shpirtin. Patjetër, është zgjedhje personale. Unë asnjë nuk gjykoj, as paragjykoj, as gjykoj njëri. Por ama më mirë pasuroj shpirtin, zemrën, se sa të pasuroj kuletën. Domethënë, jo se nuk duhen, parat janë mjet i domosdoshëm jetese. Por ama ti nuk mund të jetosh pa dy muskujt më të fortë njeriut, që është kjo, edhe zemra edhe shpirti. Dhe këto i kultivon arti dhe sporti. Domethënë, në antikitet ata të mëdhenjt e dikurshëm, artin dhe sportin e kishin edukim. Domethënë dhe teatrot, dhe stadiumet, dhe garat e kuajve ishin edukim. Vete shoh se më pëlqen shumë antikiteti, arkeologjia, sitet arkeologjike i shoh. Edhe vete në Delfi. Delfi është qyteti i perëndive, është mbajtur ku ka qenë dhe ka qenë edhe orakulli i Apollonit, orakulli i Delfit që parashikonte. Dhe poshtë fare në nivelin e tij të parë është ajo që quhet Gymna. Gymna do të thotë në helenisht, se s'ka pas grek, kanë qenë helen, jo grek, është tjetër gjë. Do të thotë nudo. Dhe ishte shumë e madhe për një qytet, se po të vëmë re Platonin flet për një qytet 5060, 5040, 5060 vet. Pra kanë qenë të vogla qytetet në fillim, qytet-shtetet, nuk kanë qenë aq të shtrira. Dhe Gymna ishte shumë e madhe. Ishte palestra, që i themi xhem, që është palestër. Dhe pyes pse ishin ca arkeolog grek aty që po punonin. Vazhdojnë ata punën. E i them, pse ka që madhe, i them. Po tha sepse nuk bënin stërvitje vetëm ushtarakët, tha, bën të gjithë populli. Dhe bëj nudo stërvitja. Prandaj quhej Gymna. Ose bëj vetëm me një gjë këtu rrotull. Po çfarë ishte kjo filozofia të bërit nudo palestër? Si më shpjegon? Po është filozofi, pse i quhen arte marciale? Karate, jiu-jitsu, gjithë ato janë arte marciale. Karakterial të veçantë të bërit gjimnastikën. Janë disiplina. Eksakt, po disciplina. Janë disiplina. Por, okay. Apo jo. Janë. Por kjo nuk e justifikon fakti që pse duhesh bërë nudo apo them. Mirë, ajo është pastaj hyn në mënyrën e jetesës tyre, më nuk e diun pse duhej bërë nudo. Një zgjedhje e tyre. Ore siç mund të bëjmë ne palestër sot me të mbathura. Unë kam bërë palestër kur ka qenë vape, kam me gjithë bluzën, kam bërë vetëm me të mbathur, por nuk është e rëndësishme ajo. Ashtu quhej sepse quhej. Por ka të bëj që aty bënin sport, stërviteshin të gjithë. Sepse sporti të kalit shpirtin e garës, konkurrencën e ndershme, përveç muskujve, zemrës, të gjitha. Shpirtin kolektiv, sidomos sportet kolektive, futbolli, basketbolli etj. Dhe në antikitet, rregullat e hileve në sport ishin jashtëzakonisht të rënda. Dënimet. Po të kapnin duke bërë hile në ndeshje, nuk preke më të vijej damka. Dhe ti nuk hyje më në asnjë kompeticion sportiv. Dishe karriera po. Pse? Pra ndershmëria në betejë. E para ishte ndershmëria. Versoj ndershmëria, pastaj forca. Po kjo është tregon për një vullnet dhe për një karakter të fortë. Përveç se muskujve të fortë. Në kohëve të sot me aktualitet, sa njerëz të ndershëm ti ke takuar në jetën tënde, a i numëron me gishtat e dorës? Apo kam njoh plot njerëz të mirë. Ke njohur? Po, ka njerëz të mirë. Ka një problem. Që i përkasin artit? Po. Që i përkasin vetëm artit? Jo vetëm artit. Por që dhe i përkasin, jo domosdoshmërisë. Kam taku dhe politikanë të ndershëm. Jo, ka dhe çuna të mirë, pa diskutim. Tash unë nuk jetoj me ata që them sa i ndershëm është, por që kanë mirësi, kanë preokupim, kanë. A priori themi ne, duke parë ti çfarë. Eksakt, nuk i fut të gjithë në një thes. Jo, nuk i fut të gjithë në një thes. Se është kjo teoria të gjithë njësoj janë. Jo, nuk janë të gjithë njësoj. Po, dua ta lidh këtë. Unë njoh nga e majta, nga e djathta sepse jam rrit me ta. Kemi qenë çunat e Tiranës që aq ka qenë Tirana atëherë, hanim fara tek bulevardi dhe gjunim goca në kohën e Enverit. Sa ajo ka qenë bota shqiptare. Pra njihemi që nuk e qenë rol gjuajt, me thënë drejtën. Në intervistë kam ndjekur. Jo, nuk kam qenë ofensiv ndaj femrës. Domethënë kam qenë gjithmonë i ndrojtur, po qefi kisha tash.
Sigurisht. Ishte e moshës, të shi, Po, ishte e moshë absolutisht. qef I kisha shumë, Po. por nuk isha nga ata me shkujt që I përpisha I vjeshin nga mbrapa në pozitë, në jo. kërkim të gjithë kohës, Ja bëja po. ta kuptonte që kisha ndjenja për të, por jo mbytës, jo. E kuptoj, në një intervistë të ndën që ke qenë I ftuar në Top Channel, të kam ndjekur, të kam përcjellë vazhdimisht në Instagram e në Faleminderit. YouTube. Të kam vlerësuar shumë mirë zakonisht si figurë artistike, profesionale, televizive, e të tjera dhe ke shprehur një konsiderat të jashtëzakonshme për gruan që ke në krah. Çfarë më bëri Patjetër. mua përshtypje këtu? Që ta dëgjoni të gjithë bashkë. Që nuk gjej burra ose jam burrat e moshës tuaj, ndjes, domethënë të një viti të një brezi që I përket brezit tonë dhe unë aktualisht nuk kam parë një burr ose një djalë që të flas me një konsiderat të jashtëzakonshme për partneren e vet. Unë gjithmonë Historitë them e dashurisë tuaj që keni përjetuar bashkë dhe deri tek mënyra se si ti e vlerësoje dhe e mbaje në piedestal dhe respektoje deri në fund dhe dhe tek ajo e fundit fare që unë nuk mendoj dot jetën time pa partneren time. Unë do isha këtu ku jam, ndoshta pa ti me shoqë. Kjo ishte sa kurora për mbi. deklaratë shumë bukur kjo, shumë e fortë dashuria. Ndryshe nga të tjerë. Shiko, gjithë çështja është e dashuria. Ka të bëj shumë në marrëdhënie, domethënë është dashuria e para. Në qoftë se ndërton një marrëdhënie mbi bazë interesi, një ditë do të çedoj. Në qoftë se e do pa kushte dhe të do pa kushte, ajo mbetet edhe sikur buket ja thash. Mbetet sepse është ajo që njeriu është qenie që dashuron, duhet të dashuroj. Në qoftë se dhuron dhe merr dashuri është qenia më e plotësuar në botë. Unë sot jam kaq vite, jam lerri në Tiranë, punojmë si qen, kuptimin e mirë të fjalës, se fjala qen mua më nderon, se qeni është I kafshë e jashtëzakonshme, e dim të gjithë. Me ti me shoqe, jemi me qira, po nuk e vrasim menin fare. Jashtëzakonshme. Wow. Sepse në fund jetojmë marrëdhënien tonë, po një si ditën ku u njohim, duke u ngacmu, duke bo gallat me njëri tjetrin, duke ngritur zonin, edhe duke u çepetosur. Gjithnjë më rrallë, se tash s'kena sepse e njohim njëri tjetrin shumë mirë, po e jetojmë me gjithë intensitetin e vet marrëdhënies. Je me këtë shprehjen që vera sa më shumë të qëndrojë aq më mirë bëhet. Nuk është shprehje, është fakt. Fakti I kthyer në jetë. Fakt është që vera e mirë, sa më tepër të rinj shisha, aq më mirë bëhet. Po. Edhe dashuria kështu. Po edhe dashuria. Kujdes, nëse është dashuria, pra ta ndajmë çik gjën. Se tani le të themi që ka një ngatres me interes. Tani jetojmë në këtë botë e materiës. Tani këtu më ndalo, sepse është ajo që po shkatron gjithçka në këndvështrimin tim. Materializmi, konsumizmi. Do me thënë njeriu shifet nga makina tani. Që është turp. Jo nga shpirti. Jo, nuk shifet nga çar bote të pasur ka. Janë gati njerëzit të shesin shpirtin e tyre për të patur një shtëpi luksoze, për të patur një makinë. E kanë bërë. E kanë bërë? Pa e pe me 300 apartamente tani. Kjo ishte po këta njerëz të vdekur për mendimin tim. Nuk s'dua të lëndoj askënd, po ta solla si shembull. Ka njerëz. Shumë e dhimbshme. Un po filloja që ti numëroja 3 4 5 doja deri në 100, 300 ka do se aq shumë u lodha. Dhe thash, o Zot, ku po jetoj? A janë të lumtur këta njerëz? Jo. Për mendimin tim jo. Jo, sepse është smundje ajo. Smundje. Ajo tregon pa lumturinë. Janë shumë bosh në ndjenjë. Tregon pa lumturinë. Babëzia është mungesë e madhe njerëzore.